Qof lëvduar Jezu Krishti, të dashur dëgjues të Radio Marisë së Kosovës. Si çdo mbrëmje dhe në këto momente ju ftojmë të lutim së bashku liturgjinë e orëve gjatësisht mbrëmësoren. Sot është e diel dhe jemi në javën e 16 gjatë vitit liturgjik A, kurse psalmet i marrim nga java e 4 e psalterit. O hymë eja në ndihmë, O Zot, shpejto të më ndihmosh. Lavdiatit e Birit e Shpirtit Shenjtë. Si ka qenë në fillim, ashtu tash e përgjithmonë e jetës amen. Aleluja. Himni. O dritë, trinia e lumnueshme dhe njënia kryesore, tani dielli i zjarrt tërhiqet, derdhe ndër zemrën dritën. Mëngjes me këngë të lavdëve, e në mbrëmje ty të lutemi. Lumnia jon ty lutës, lavdëroft në përgjith shekujt. Krishtin dhe Atin lusim, të Krishtit dhe të Atit shpirtin, trininë e fuqishme së bashku, për gjitha ndjes të lutemi. Amen. Antifona e parë. Në shkëlqime të shenjta, Ati të lindi para agimit. Aleluja. Psalmi 110. Mesia mbret dhe meshtar. I tha Zoti, Zoti tim, rri në të djathtën time, derisa t'i vë armiqtë e tu shtroj për këmbët e tua. Skeptrin e pushtetit tënd, Zoti do ta shtrin nga Sioni. Sundo midis armiqëve të tu. Ty të përket më i larti pushtet, në ditën e fuqisë sate, në shkëlqime të shenjta, nga krahërori para yllit të dritës, unë të linda. Zoti ju përbetua, asesi s'do të pendohet. Ti je prift për amshim në mënyrën e Melkizedekut. Zoti është në të djathtën tënde, i dërmon mbretërit ditën e zemrimit të vet. Në udhtim uji do të pi prej përrojit, prandaj lart do të ngrej kokën. Lavdiatit e Birit e Shpirtit Shenjtë. Si ka qenë në fillim, ashtu tash e përgjithmonë e jetës amen. Në shkëlqime të shenjta, Ati të lindi para agimit. Aleluja. Antifona e dytë. Lum ai njeri që ka uri dhe etje për drejtësi, sepse do të ngihet. Psalmi 112. Lumturia e njeriu të drejtë. Lum ai njeri që e druan Zotin, që kënaqet në urdhërimet e tij. Fara e tij do të jetë e fortë mbi tokë. Do të bekohet breznia e të drejtëve. Pasuri e mirëqenie në shtëpinë e tij. Drejtësia e tij qëndron në shekuj të shekujve. Ka lindur për të drejtët një dritë në errësirë. I butë e i mëshirshëm është njeriu i drejtë. I ëmbël është njeriu që për dëllen e huajon, punët e veta i kryen me ndërgjegje. Ai askur nuk do të bjerë poshtë. Në kujtim të përhershëm mbetet i drejti, nuk i trembet lajmi të keq. E pa trandshme është zemra e tij me shpresë në Zotin. Të fortë ka zemrën, nuk do të trembet. Armiqtë e vet i bën asgjë. Është dordhën, u fal skamnorëve. Drejtësia e tij qëndron në shekuj të shekujve. Balli i tij ngallit për nder. E sheh bakeqi dhe hidhrohet, me dhëmb kërcëllon e vyshket. Dëshira mëkatarëve shkon huq. Lavdiatit e Birit e Shpirtit Shenjtë. Si ka qenë në fillim, ashtu tash e përgjithmonë e jetës. Amen. Lum ai njeri që ka uri dhe etje për drejtësi, sepse do të ngihet. Antifona e tretë. Shërbëtorët e Zotit, të vegjël e të mëdhenj, lavdërojeni emrin e tij. Aleluja. Kënga krahason me librin e Zbulesës, kapitulli 19, rreshti 1 deri në 7.
dasma e qengjit. Aleluja, shëlbim, lavdi dhe pushtet hyj ton. Sepse gjyqjet e tij janë të vërteta dhe të drejta. Aleluja. Aleluja, lavdëroni hyjin ton të gjithë shërbëtorët e tij. Të gjithë ju që e droni të vegjël e të mëdhenj. Aleluja. Aleluja, mbretëron Zoti. Hyji ynë i gjithë pushtetshëm. Aleluja. Aleluja, le të galdojmë e të brohorasim. Dhe t'i japim lavdia ti. Aleluja. Aleluja, sepse erdhi dasma e qengjit. Gati është nusja e ti. Aleluja. Lavdiatit e birit, e shpirtit shenjtë. Si ka qenë në fillim, ashtu tash e përgjithmonë e jetës. Amen. Shërbëtorët e Zotit, të vegjël e të mëdhenj, lavdërojeni emrin e tij. Aleluja. Leximi i shkurtër marr nga letra drejtuar hebrejve, kapitulli 12, rreshti 22 deri në 24a. I jeni afruar malit Sion, qytetit të hyjit të gjallë, Jeruzalemit qiellor, numrit të pamas të engjëjve të bashkuar në fest, bashkimit të paralindurve, emrat e të cilëve janë të shkruar në qiell, hyji gjyqtarit të të gjithëve, shpirtrave të të drejtëve që ja arrin për sosmërinë Jezusit, ndërmjetësimit të bethlidhjes së re dhe gjakut stërpikës që flet më mirë se gjaku i Abelit. Përgjigjja e shkurtër. Zoti është i madh, e madhërueshme është fuqia e tij. Zoti është i madh, e madhërueshme është fuqia e tij. Urtia e tij nuk ka kufi. E madhërueshme është fuqia e tij. Lavdiatit e birit e shpirtit shenjtë. Zoti është i madh, e madhërueshme është fuqia e tij. Kënga ungjillore Magnificat, antifona. Në mbarimin e botës, biri i njeriut do të ndaj grurin prej egjrës. Atëherë të drejtët do të shndrisin por si dielli në mbretërinë e Atit të tyre. Kënga e Virgjës së Lume sipas Lukës ungjilltar, kapitulli i parë, rreshti 46 deri në 55. Lartësimi i shpirtit në Zotin. Shpirti im e madhëron Zotin, Shpirti im me hare i brohorit hyjit shëlbuesit tim, sepse shikoj me pëlqim mbi shërbëtoren e vet të përvuajt, që tani të gjitha breznit do të më quajnë të lumtur. sepse punë të mëdha bëri për mua hyji i gjithë pushtetshëm. I shenjtë është emri i tij, Mëshira e tij brezni më brezni. për ata që e druajnë. E tregoj fuqinë e krahut të vet. I holli poshtë qëllimet e krenarve, I rrëzoi princat prej froneve të tyre. e i lartësoi të përvuajturit, Me të mira i mbushi ata që s'kishin ç'të hanë. e të pasurit i nisi duarthat, I ndihmoi Izraelit, shërbëtorit të vet, duke e sjell në mend mëshiren, si u apati premtuar etërve tanë. në të mirën e Abrahamit e të pasardhësve të tij në amshim, Lavdia Atit e Birit e shpirtit shenjtë. si ka qenë në fillim, ashtu tash e përgjithmonë e jetës. Amen. Në mbarimin e botës, biri i njeriut do të ndaj grurin prej egjrës. Atëherë të drejtët do të shndrisin, por si dielli në mbretërinë e Atit të tyre. Lutjet e besimtarve. Duke u gëzuar në Zotin, prej të cilit vjen çdo e mirë, ti lutemi përzemërsisht. Dëgjoje, o Zot, lutjen tonë. Zotëri dhe ati gjithësisë, që dërgove birin tënë në botë, për t'i bashkuar popujt në lavdërim të emrit tënd, forcoje dëshminë e kishës sate në mes të popujve. Dëgjoje, o Zot, lutjen tonë.
Bëj që të jemi të rënjosur në predikimin e apostujve dhe në harmoni me të vërtetën e fesë son. Dëgjoje, o Zot, lutjen tonë. Ti i do të drejtët, ktheju atë drejtën të robëruarve që psojnë pa drejtësi. Dëgjoje, o Zot, lutjen tonë. Liroji të burgosurit, jep ju dritën e syve të verbërve, ngushëlloi të dëshpëruarit, mbroj të mërguarit. Dëgjoje, o Zot, lutjen tonë. Plotsoju porosinë e fundit të ndjerëve, bëj që nëpërmjet birit tënd ta arrin ringjalljen. Dëgjoje, o Zot, lutjen tonë. Ati ynë që je në qiell, u shenjtroft emri yt. Art mbretëria jote, u baft vullnesa jote si në qiell ashtu në tokë. Bukën tonë të përditshme na jep sot, na i fal fajet tona si i falim ne fajtorët tanë, e mos na lër të bijmë në tundim, por na liron nga i keqi. Amen. Të lutemi. Ji i but, o Zot, me shërbëtorët e tu, dhe shtoj në ta dhuratat e hirit tënd, që të zellshëm për ka shpresa, feja dhe dashuria, t'i zbatojnë vazhdimisht dhe përpikrisht urdhërimet tua. Në për Zotin ton Jezu Krishtin, birin tënd, që me ty jeton e mbretëron në bashkim me Shpirtin Shenjtë Hyj, për të gjithë shekujt të shekujve. Amen. Ta bekojmë Zotin. Falenderojmë Hyjin.